Përshëndetje miq të sofrës shqiptare. Sot me ju do ndaj një recetë të vjetër tradicionale kosovare. Do përgatis orez me domate apo me patligjona, i cili bëhet shumë i shijshëm, përgatitja është shumë e thjeshtë. Besoj se kam ju pëlqy receta kur ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Në fillim bëjmë zirjen e mishit. Këtu kam dikon rreth 550 gram 600 me mish viçi, i hedhim në një tenxhere, shtoj një lugë e gjysmë të mesme me veget apo krip, varet nga dëshira juaj, dhe shtojmë ujë. Kemi shtuar ujin. Tash tenxherës ja vendosim kapakun dhe lajm kështu një vrim që të kalojë avalli gjatë zirjes. Rrizim zjarrin dhe në temperaturë mesatare. Mishin do e zim rreth 1 orë pasi që është mish viçi. Po të jetë mish lope do e zini për më gjatë. Mishi është zier mjaftueshëm, e kam zi rreth 1 ore. Gjatë zirjes kam shtu ujë për arsye që të kemi lëng të mishit më shumë. Atëherë e largoj nga zjarri dhe vendosim kështu afër që ta kemi më lehtë, më pas ta kemi më ngatë. Marrim një tepsi dhe e vendosim mbi zjarr. Tek tepsia shtojmë një qepë të cilën e kam coptuar rimët më herët për arsye kohe. Dhe i shtojna qepës vaj. Vaj mund t'i shtoni sipas dëshirës, dikur 70-80 ml do jetë mjaftueshëm. Dhe e përzijmë kështu vazhdimisht, e fërkojmë qepën duke e përzier vazhdimisht në temperaturë mesatare derisa qepa fillon që të zbutet. Qepa është zbutur siç shihet mjaftueshëm, ka fillu që të merr një ngjyrë të skuqur. Tash ja shtojna domatet. Unë jam duke përgatitur këtë tavë me oriz për 4 persona dhe andaj do shtoj 4 domate të cilat i kam coptuar më parë. 4 domate mesatare dhe kështu do e përzij masën për 6-7 minuta duke e fërguar në temperaturë mesatare, e përzij vazhdimisht, pak në këtë mënyrë domatet do zbuten. Domatet vetëm se kanë filluar që të zbuten, vërehet shumë mirë. Tash do ja shtojmë orizin. Gjithashtu kam për 4 persona oriz. Kur përgatisni oriz, gjithmonë orizin për një person e matni me 1 filxhan të kafës turke. Tu kam 4 filxhana të kafës turke me oriz, cilin e kam larë dhe kam pastruar mirë. Ja hedhi tash domatë dhe orizin. Dhe e përzi kështu, dhe përsëri masën do e fërgoj kështu duke e përzier vazhdimisht për 6-7 minuta tjera. Orizi është fërguar me domatët mjaftueshëm, pra është një recetë e vjetër tradicionale kosovare, e cila bëhet shumë e shijshme. Tash do ja shtojmë një pak veget, unë do i shtoj pasi lëngu i mishit ka veget mjaftueshëm, do i shtoj vetëm se pak. Ju mund ta provoni se sa doni, mund t'i shtoni krip, varet nga dëshira, dhe filloj që t'ja shtoj lëngun e mishit. Pra e marrim një kullojse dhe e kulloj gjatë momentit kur të shtojmë lëngun e mishit. Duhet që të shtojmë lëng mishi deri në atë sasi që të mbullohet niveli i orizit. Duhet që të shtojmë ende. Mund ta shtoni me tenxhere, mund ta shtoni kështu garushta. Harrova që të cek që këtë oriz mund ta përgatitni dhe me
kofsha pule, me pull shati do del shumë e mirë, tash vetëm se e përzi masën. Këtë orizë së paku një herë në muaj e përgadis në shtëpinë time. Në çdo shtëpi shqiptare, tava me orizë përgatitet së paku një herë në javë, ajo përgatitet në mënyra të ndryshme. Kësaj radhe vendosa që me ju ta ndaj recetën se si del orizi me domate apo me patligjana siç thojnë gjakovarët. Tash do ja shtojmë dhe mishin si zakonisht dhe ja vendosim në mes. Ashtu edhe më parë kam gatuar gjyshet tona këtë recetë duke ja shtuar mishin në mes. Qofse është me djam pak mishi, do del shumë i mirë orizi dhe ketë ndirë më shumë. Kurse me lëngun e ngelur, mund të përgatitni supë apo ndonjë çorbë, mund që ta shfrytëzoni mos ta hedhni dhe orizin e lani kështu mbi zjarr në temperaturë mesatare që të zihet dikon për 7 ose 8 minuta. Orizi është zier mbi zjarr mjaftueshëm. Gjatë kohës së zierjes e kam nxehtë furrën në 200 gradë dhe tash orizin do e fus në furrën të nxehtë 200 gradë për gjysmë ore ose më shumë, varet se sa të rresht e doni orizin. Tepsijën e kam largu nga furra, orizi ka një aromë shumë të shijshme, e lojmë pak që të ftohet dhe është gati për konsumim. Dhe orizi është ftohur, s'na ka ngelur asgjë tjetër, vetëm se ta shijojmë këtë recetë të shijshme, të vjetër, tradicionale. Shifni si ka dalë tepër i mirë, taman një oriz si në përkatundet e Kosovës, kur e përgatitshin më parë, i shijshëm, domatja ja jep një shije si të thartë dhe vërtet bëhet shumë i mirë. Neve na bëft mirë, kurse ju nëse e përgatitni motra dashura, mund na shkruani në koment se si ju ka dalur, kurse në qoftë se jeni të interesuara për ndonjë recetë tjetër tradicionale, atëherë mund na shkruani lirisht se cila ju intereson dhe patjetër do e keni recetën mirëmbajtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.